Adnan Bajrami është trajneri i ekipit taksatimeve që po luan në këtë momente përballë ekipit të Spitalit Rajonal. Pjesa e parë në humje 0-3. Pjesa e parë jo ashtu siç e përishim. Përgatitur mirë skuadra duket. Faktikisht na përgatit momente krejt fundit. Gjithsesi edhe pjesëtarët me moshë mbi 40 vjeç të tatimet i kena pak sa numër të limituar. Edhe disa tjerë që i kemi faktikisht me probleme shëndetësore që siç e thotë. Me çfarë pretendimesh jeni në këtë pretendimet për me marr pjesë faktikisht, për me shiju aktivitetin. Me sa të besoj është e rëndësishme që përveç punës së zyrtarit të ketë aktivitete të tilla. Sigurisht. Një pjesë e madhe jone këto aktivitete ushtrojnë vetë si një individuale, gjithsesi kur janë të organizuar janë diçka e bukur. Edhe për ne si punës, edhe për vetë. Një turnet që vjen për herë të parë në Shkodër dhe në Shqipëri, quhet masën mbi 40 vjeç. Si keni pritur ju si institucion? Ne faktikisht institucioni kemi pritur shumë mirë, kemi marrë masat organizative të duhura për sa kemi pas mundësi. Gjithsesi do shohim, shpresojmë që të kemi paraqitur më të mirë pjesën e dytë. Në pjesën e dytë mendoni ta përmbysni rezultatin sepse përballë keni një skuadër me çfarë pamë e përgatitur. Faktikisht me çfarë pamë ne edhe mund ta përmbysim, gjithsesi të shohim. I keni marrë me vetë ato faturat do të shohim fund. Për të shtruar edhe detyrën ndoshta në atë periudhë. Detyrën e lajm kur keni detyrën, kena në programime, nuk është se kemi detyrë kështu si mas shefi. Bajrami, faleminderit, suksese. Faleminderit edhe të marrë ju.